Së pari le ta analizojmë këtë pronë në aspektin e vlerave të saj. Prona është vetëm 5 minuta në këmbë, distanca është rreth 400 metra nga monumenti i heroit ton kombëtar Skënderbeut, heroi që diti të bashkoi dhe udhëheq të gjithë kombin shqiptar. Së dyti, prona ndodhet pikërisht në një zonë me ngjarje të rëndësishme historike për shqiptarët. Kjo zonë, e njohur si Bayswater, me hotelet e saj, u bë një dëshmi e mikpritjes së britanikëve, kur me mijëra azilkërkues që po linin trojet e tyre në Kosovë nga represioni serb në vitet 90 ju drejtuan Britanisë së Madhe për mbrojtje dhe mbështetje financiare. Së treti, prona është vetëm 20 minuta distancë në këmbë, ku ndodhet rezidenca ish kryeministrit britanik Tony Blair, mbështetësit të simbolit të lirisë për të gjithë shqiptarët, e njeriu që luajti rolin kyç në vendimin e NATO-s për ndërhyrjen në Kosovë dhe që për kontributin e tij Kosova e vlerësoi me një përmendore në nderim të tij me 12 qershor të vitit të kaluar në Ferizaj, me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Subscribe për më shumë video si këto.